Ka kaluar rreth një muaj e gjysmë që kur jeta e tyre mori një drejtim krejtësisht të ri dhe tani Jeronita, bashkëshortja e këngëtarit Blero, ka hapur zemrën publikisht përmes një seti të mrekullueshëm fotografik. Ajo ka ndarë me ndikësit emocionet e ardhës në jetë të djalit të tyre, Arej Darjan Muharremi, duke përshkruar në detaje gjithë rrugtimin e saj si nën e re. Me një gjuhë të jetë ndjer, ajo e ka nisur dedikimin e saj duke kujtuar zanafillin e kësaj historie. Nga ato dy viza në testin e shtatzanisë dhe deri te ky moment sot, 9 muaj të trazuar të mbushur me emocione, frikë, lumturi, dhimbje, lutje për çdo gram shtesë, pritje, bukuri dhe dashuri, derisa më në fund bërite. Sipas saj, e gjithë kjo periudhë sfiduese ishte në fakt vetëm 9 muaj përgatitje për të rënë dashuri për gjithë jetën. Për Jeronitën, kalimi i shpejt nga pritja e ëmbël te realiteti të qenit nën është ende diçka surreale. Është e vërtetë të besosh se një minutë jeshtë atë zëndë në tjetrën një njeri i vogël fle pikërisht pranë teje, i shikon me orë të tëra, u numëron gishtet të duarve dhe të këmbëve pa pushim, shprehet ajo duke shtuar se shpesh qanë me lot gëzimi për këtë mrekulli. Bashkëshortja e Blerës ka përmbyllur dedikimin me fjalë më të bukura për të birin, duke reflektuar dashurinë absolute të një prindi. Gjë më e bukur që na ka ndodhur ndonjëherë, një djalë i vogël që na ktheu botën përmbys, por e bëri atë më të bukur se kurrë. Shkroi Jeronita, ndërsa vula këtij momenti magjik ishte pikërisht bindja e saj e thellë për këtë mrekulli. Të betohem, këtë skenë e kam parë në ëndrrat e mia, shkroi ajo. Nga ana tjetër, na duhet të kujtojmë se Blero dhe Jeronita janë një çift mjaft i dashur për publikun shqiptar, por jo vetëm. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.